sepse beri kthy kushtetueshmëri, bari kthy rendi kushtetues. Me ne nuk mund të flitet për asgjë tjetër. Thirrni seancën dhe riktheheni kuvendin të zgjedhjeve të popullit. Sot, kjo seancë organizatohet me vëmendje kryetari apo kryetaria e kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe kjo seancë sot ka vlerë të qenë seancë pune, diskutuar ligje dhe opë të tjera në dobi të qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, qytetarë të dashur, jemi sot këtu së bashku me deputetët tonë dhe deputetët e Aleancës, sepse lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti, zoni Haxhi, zoti Nehali, e kanë kaluar një kufit që nuk është dashur ta kalojnë kurrë. Ata qëllimisht e kanë shkelur afatin kushtetues për konstruimin e kuvendit dhe vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Jo një afat të vendosur nga PDK-ja, jo nga opozita, por nga Kushtetuta e Republikës Kosovës, të cilën tashmë e kanë suspenduar. Dhe sot nuk kemi më vetëm kriza politike, por edhe kriza kushtetuese dhe institucionale. Sepse përveç që nuk kemi kuvend të konstruar brenda afatit kushtetues, nuk kemi as qeveri me mandat të ri. Pra, institucionet s'ko funksionojnë në një teren të pasigurt, me shkelje kushtetuese, me shkelje të rregullore së kuvendit, dhe sa përgjegjësia politike po shtyhet nga një vit në tjetër. Kjo nuk është normal, dhe nuk do të lejojmë që bëhet normal. Shteti nuk është Albin Kurti. Shteti është kushtetuta, janë ligje, janë institucionet dhe kufit që askush nuk ka të drejtë i kalojë. Vendosjes e ka fituar të drejtën propozoj kryetarin e kuvendit, por nuk e ka fituar të drejtën ta ndalë orën kushtetuese. Kurti e ka fituar të drejtën të negocion, por nuk e ka fituar të drejtën të vendosë interesat politike mbi kushtetutën. Avni Nehali e ka përgjegjësinë për ta drejtuar seancën konstitutive, por nuk ka mandat ta interpretojë kushtetutën sipas interesit të partisë së tij. Rreziku më i madh tashmë nuk është vetëm shkelja, por që shkeljen e kanë bërë president. Precedentin po e bëjnë praktikë, dhe praktikën e shkeljeve po na shesin si normalitet. Nuk ka mandat politik mbi kushtetutën, nuk ka shumicë mbi kushtetutën, nuk ka individ mbi kushtetutën. Prandaj qytetarët të dashur, kjo shumicë parlamentare ka detyrime kushtetuese dhe këto detyrime nuk mund të zaventësohen me interesa politike. Konstruimi i tashëm nuk e kthen orën pas, por kuvendi duhet të konstruohet, sepse pa u konstruar nuk rrjedhin afatet kushtetuese. I ftoj, hajeni konstruani kuvendin. Çdo parti është Republika e Kosovës. Çdo pushtet është kushtetuta. Partit vinë dhe shkojnë. Qeverit vinë dhe shkojnë. Kryeministrat dhe kryeparlamentarët vinë dhe shkojnë. Por Republika e Kosovës duhet të mbetet. Dhe kjo Republikë mbetet vetëm atëherë kur kushtetuta respektohet. Sepse beri kthy kushtetueshmëri, bari kthy rendi kushtetues, me ne nuk mund të flitet për asgjë tjetër. Thirrni seancën dhe riktheheni kuvendin të zgjedhjeve të popullit. Përderisa nuk reflekton dhe nuk rikthen procesin në binaret kushtetuese, Albin Kurti nuk ka kredibilitet për të hapur tema të tjera madhore shtetërore. Faleminderit.